Mbledh kryetar, nuk kam asnjë pyetje, sepse është e qartë që sot keni sjellë një akt për të ligjëruar një vjedhje. Keni vjedhur 4.3 milionë euro taksa të shqiptarëve, një çështje të cilën me të drejtë e evidentoi edhe kolegu Strazimiri, pra ka filluar kjo çështje e vjedhjes me koncertet nga Skorpionsa në 2000, ka qenë 650.000 marka në atë kohë. U ngritë një komision parlamentar. Tani sërish Blendi Gonxhe tek Kanye Westi. Franga, aq më keq akoma, se pas ka qenë vlerë akoma dhe më e madhe. Sot keni sjell një akt, pra kërkoni të ligjëroni një vjedhje. Dhe për më tepër kërkoj totalisht i mbrapsh, këtu në komision parlamentar, në Kuvendin e Shqipërisë, nuk mund të fyesh ti asnjë protestues. Nuk e ke këtë të drejtë. Sepse në qoftë se jeni kaq trim, dilni te sheshi dhe mos u fshini pas makinave kur ju gjuan me vezë. Se duke përdorur të tilla terma edhe ato vezi keni pak. Nuk mund të fyes Zoti Blushi. Nuk mund të fyej ministri. Meru me aktin normativ. Zoti kryetar, është e patolerueshme që të përdoret kjo foltore. Sepse ministri këtu, ministri këtu përfaqëson Këshillin e Ministrave. Ai nuk i takon atij. Edhe nuk është karigja e Blendi Gonxhes, është karigja e ministrit. Po patjetër me ministrit. Që fyen këtu çdo shqiptar, unë nuk mund të toleroj as ti quaj as. Pse kë fyu ministri? Fyu protestuesit, pra ju tha Don Kishot, se ju nuk i bën përshtypje. Po shlidh ty me protestuesit jashtë se kot se kuptoj. Mua më lidhin me protestuesit, më lidhin 5 kërkesat e tyre të drejta. Kërkesat ama. Po, se vetë atje shef, sepse kemi të bëjmë me një vjedhje, pra vjen një ministër këtu për të na mbushur mendjen ne për kushtet e emergjencës kur njerëzit po humbin jetën për shuma qesharake. Kur QSUT-ja shpall listën që s'ka gjilpëra në spitale. Dhe ministri quan këtu protestuesit Don Kishot, pse proteston ata që të vjedh Edi Rama me Blendi Gonxhen. Dhe kemi ne të drejtën të fyem. Ajo karike nuk është e Blendi Gonxhes. Ndaj i kërkoj tani të rreq mbrapsht ato fjalë dhe ato vezë që i gjuajnë ka pak. E para, e dyta, unë nuk e shpjegoj dot si ka mundësi. Pra i keni vjedhur paret dhe tani vini në komision për të ligjëruar çfarë. Do i kthej Kanye Westi në rast se ne nuk i japim këtij akti, do na i kthej paret, do e kthej paret shqiptarëve. Kush ishte emergjenca? Emergjencë sot janë ato fshatra dhe qytete që po digjen, po përvolojnë nga zjarre dhe si qeveri s'keni ngritur dorën për të miratuar qoftë edhe blerjen e një avioni për të fikur zjarret. Emergjenca janë ata njerëz që po humbin jetën në spitale sepse qeveria s'ka 10.000 euro apo 20.000 euro apo 75.000 euro për të bler poltronat onkologjiku. Imazhin e Shqipërisë nuk e kanë dëmtuar, por e keni dëmtuar ju me vjedhjet tuaja. Uroja shumë që të kishin nxjerrë mësime nga Diga, po Edi Rama sa herë është keq ju nxjerr ju për të përmbytur. Po faleminderit zoti Blushi. Ndaj kryetar ju lutem edhe për opinionin. Nuk mund të vijoj kjo mbledhje këtu duke fyer shqiptarët në Të lutem. Qoftë edhe një shqiptar të vet. Po mbledhjen fatmirësisht e drejtoj unë këtu, jo ti. Po nuk ka të drejtë një ministër. Të lutem. Ka mundësi. Nuk ka të. Po ta ka më drejtën e fjalës po burr tani, unë ta ka më drejtën e fjalës tani. Unë nuk e di. Po mos e prano më burr. Kush po të detyron ta pranojsh? Mos e prano. Ke votën, shprehu me votë. Ndërsa qendrimet politike mbaj edhe në komision dhe në sallë. Tani ti thua ti po është për ty pra. Po, është për ty kjo gjë. Të lutem. Tani lëre politikën e madhe këtu se jemi për tjetër gjë. Shumë faleminderit zoti ministër. Po. Zoti ministër, të lutem, përpara se sa ta hedh votim aktin normativ, ju lutem një përmbledhje të shkurtër të asaj për të cilën ky komision do shprehet. Roli juaj si ministri dhe i shtetit këtë koncert, nevoja dhe urgjenca siç është arsyetuar në relacion, dhe çfarë ishin kostot dhe përfitimet e këtij eventi me përmasa ndërkombëtare. Pra çfarë pasojash do të kishim në rast se do të dështonte koncerti dhe cilat janë përfitimet e Shqipërisë në rastin konkret nga zhvillimi i këtij koncerti. Por i du në mënyrë të përmbledhur sepse mbas kësaj do ta hedhim votim aktin. Dakor? Ministër, fjala është për ju. Po. Tani çdo referim me të shkuarën vetëm sa e përforcon themi arsyen e
veprimit ton të drejtë në rastin në fjalë, se të vësh në referim të një eveniment të një kohe kur Tirana u gjet nga ne në nivelin e një Kandahari, dhe ta krahasosh atë dhe ku wind of change dhe ku era e ndryshimit ka ardhur në Shqipëri dhe e kam organizuar pritjen me pulmanin e Enver Hoxhës, dhe kur ka ardhur ekipi dhe kur ka ardhur pastaj grupi i këngëtarëve të Scorpions, kanë qarë në Rinas, sepse nuk e kanë pritur që të ishin në bencin e diktatorit, për t'i dhënë atyre një ndjeshmëri dhe një eksperiencë të jashtëzakonshme në vendin e katandisur si një Kandahar nga keqeverisja e Partisë Demokratike të asaj kohe, ku edhe ngjarja e lidhur me të ashtu quajturën digën e famshme vinte nga një projekt i marrë në dorëzim jashtë çdo standardi i rikonstruksionit digës, ku kishin haruar të vinin rrjeta në portën shkarkuese të digës dhe ku me të drejtë roja i shërbimit të një nate me i përmbytje të jashtëzakonshme ka bërë një shkarkim provizor të një sasie uji që ishte në ndim të strukturës të digës dhe diga dhe porta nuk mbyllej dot për shkak se investimi i bërë nga administrata e Partisë Demokratike ishte cop dhe standardi jon moral në atë kohë ka qenë ku e ku i ka ezauruar koha dhe drejtësia këto gjërat, lutem. Tani këto referenca vetëm nuk është të mëson ta rikthesh në kohë një ngjarje për cilën ka fol drejtësia, ta rikthesh kohë pse e kërkon zoti Blushi. Lutem shumë, një përmbledhje jo s'ka zoti Blushi, nuk e merr sot fjalën. Për fitimet ekonomike, unë nuk kam folur për institucione protestës zoti Blushi.